Java e dyerve të hapura filloi sot, ku shkolla mesme teknike Nexhmedin Nixha ishte e para shkollë që nxënësit e klasëve të nënta të shkollës Mazlum Këpuska e vizituan. Njëra nga nxënësit u shpreh se për të gjithë ata që do zgjedhin këtë shkollë për të vazhduar shkollimin e tyre, duket mjaft shkollë e kompletuar. Në halo si shkollë Mazlum Këpuska nuk e kemi vizitu klasën nënta asnjë shkollë, shkolla e parë që jemi tu e vizitu. Unë për vete shkolla për më doket shumë mirë, për ata që kanë me zgjedhë drejtimet e kësaj shkolle, po unë për vete kom vendosë që mjekësia kom qenë drejtimi jam. Sa i përket kushteve që kjo shkollë ofron, një nxënëse u shpreh se do të ishte një zgjedhje mjaft e mirë si shkollë, edhe për shkollimin që ajo do të vazhdojë. Mikpritja ishte shumë e mirë, na treguan për gjitha degët e shkollës. Jam shumë e kënaqur me shpjegimin e tyre. Kishin shumë pjesë që ishin ardhur nga pjesët e jashtme të shtetit të jashtme, ku ishin të gjitha shumë me kushte të mira, dhe besoj që kjo shkollë do të ishte shumë e mirë për me studiu disa degë që i ofron. Unë do të mendoja të vazhdoj arkitekturën. Edhe këtu ishte një zgjedhje shumë e mirë për arkitekturën, kishte mundësi që me mësu gjitha gjëra për arkitekturën, kështu që besoj që edhe kjo është zgjedhje e mirë. E një tjetër tha se shkolla ishte ideale për të gjithë ata që dëshirojnë punë profesionale në të ardhmen. Shkolla e teknikës na ofroi shumë kushte të mira, ku mësimi është shumë i lidhur me praktiken, edhe degët ishin shumë profesionale për ata që dojnë me vazhdu për një punë më profesionale për ta. Java e dyerve të hapura në shkollën Nexhmedin Nixha do të zgjasë deri më 8 maj, përmes së cilës synohet të promovohen të gjitha profilet ekzistuese që kjo shkollë do t'i ketë në vitin shkollor 2025-2026, si një mundësi e mirë për nxënësit e klaseve të nënta, të cilët fillojnë shkollimin e mesëm të lartë në shtator.